vëllezër se pe shtatit qiell Allahu ka thonë Kur'an: "Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun." O be Allahu në qiell, ka thonë pasha Allahun e madhrishëm, riskin e keni në qiell jo në tokë. Çka nuk kupton riskin e keni në qiell jo në tokë? Ai ta cakton penaltit, po s'ta caktoj ai, rrotullohet tokën se s'u arrin. Sepse nuk është ndorën askujt riski. Ndorën Allahut xhelel xhelal. Dhe ti mbështetun Allahun. Mbështetun Allahun azza wa xal. Mos e përul dinitetin tan para askujt, sepse krejt e njerëz. Kërkoje riskin duke mbështetur në Zotin. Qëndron parime që ka caktuar Zoti madhrishëm. Ndjeu krenar për personalitetin tan që ki. Edhe kërkoje riskin pe Allahut, edhe ta kish parasysh se ata që ke shkruar e kimë marrë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ditë prej ditëve do të isha ul në shtëpinë time dhe erdhi Xhibril alayhis salam me laçë mja pru shpalljen. Edhe më tha ja Rasulullah, ndëgjoj tha disa fjalë pe Allahut azza wa jall dhe shpjegoja njerëzve. Tha Allahu xhalla xhelalu kur t'ja bie shpirtin njeriut, tha i thot ti s'ke me dal për kësaj bote pe anë riskin tanë. Dhe flej qetë. Momenti kur t'i vjen shpirtin njeriut në barkën e nanës, Allahu xhalla xhelalu me ta ja thot 4 fjalë me laçë shpirtit. Thot ti ke me jetu në këtë botë aq sa të ka shu Zoti. More ndash keve president shtetin, ndash keve kushdo që t'jesh. Allahu tha innama na'uddu lahum adda. Ne janë jemi frimarjet. Kur ti vjen momenti me dal për kësaj bote, le ta jep këtë pasurinë sunë nalma. As 100 sekondi sunë nalma hiç. Edhe tha kur ti vjen momenti me dal për kësaj bote, nuk ka risk ma për ta dhe në qofë sa me disdetit. S'ka uj për ta ma, s'ka mundësi me pijaj më uj. Edhe në qofë se është i mlun me miliona, as një cent mos në shvizon. Tha dije, oj dërguar e Allahu dhe thuj njerëzve, mbështetun Allahun sepse s'ki ku me shku për veshtina, përveç të se taj, dhe dije se në këtë botë, ke ardhë me hangë riskin tanë dhe me shku në botë të tjetër. Atëherë pse ka nevoj më tut njeri për dikune? Pse ka nevoj njeri më kanë dyftyrsh? Pse ki nevoj me rena, me gënjeshtra, me tradhtia, me sigurësi?